Një të votës edhe për LDK-n edhe për opozitin. Ju qëtë një njerëz që du të me konë. Ma ne arrinë opozita ajo, popullishe. Thë qërë, këta s'najten, po shkojmë zedhe, po kush i ka fajet opozita, mirë, hajtë ta shti vendosim. Që nëjna kritiku edhe për propozimin e Murat Jasharit, ose diskutimin e emrit e tij. Për shkak se kemi shumica thonin pse po dëni me impliku familjen Jashari në politik bërje. Pse mos me impliku? Nëse ka dikush që ka dhënë më shumë, se ta nuk besoj që ka. Edhe në fakt, ai që jep ka dhënë më së shumti, ai edhe kalkulimin në çdo vendimarrje e bën mbi ato që ka dhënë. Pra po thonë që të borë rejeni opozitës ju dhe njerëzit e shohin. Ama juve ju takon, menojone, që në vend të dy propozime partijake të kishit propozime që nuk vinë pive vendosës. Arbresh, më falë edhe se edhe që ta, kena mja u qunë ka një kuti nesër, para zyre, vish një emën e të shtin kuti. Edhe kena me morë kuti në ditin e fundit me qel, edhe nëse është një emër që ato pe bojna. Bëna ndryshën është. Apo kuptan, me bo këtë kutin e ankesa, vadim me s'mu diktu kush pe bën propozimin. Veç ashtu mi avlona. Qitove po du me sëru dhe në fund. Kur po flasën që juve ju takon me bët diçka, ti po thu opozita, le opozitin, atë bërmish me hek një moment, po mujna me hek edhe në ditë se. Unë po thonë ju të qenë partia që keni morë 51%. Pse ju nuk pi propozoni, emnat mi jam ledhe në shkrimet, edhe mi qitë në kuvend. Se kanë qenë papranueshëm për ta. Jo se me shku në kuvend s'bën ashtu. Po keni shku me glaukën e me valmirë. Edhe për pse s'po propozoni emra, sepse kur kemi fillu fazën e propozimit të emrave, ju e dini opozita kanë thonë, kur kemi kalu tek propozimi 2, kanë thonë na nuk i takoj ma lëvizjen vetëvendosjes, sepse ata e kanë ditë që na kemi vazhdu me propozimin e 3, me të 4, me të 5, derisa të mbrimit e një emër konsensual. Po, kur e kanë pa që jemi të shku drejt asaj, e kanë ndërprej komunikimin me neve, sepse kanë mendu që nëse vazhdojnë me refuzu prapë emrat të tjerë, dalin ata keq. Kështu kanë thonë, nuk takomi ma me vetëvendosjen, edhe nuk jemi për me votu emrat e tyne për president. Glau Konjuca edhe Fatmire Mullhaxha Kolçaku kanë qenë të domosdoshëm si propozime për me mujt me ju nështru procedurës së votimit në kuvend, sepse ndryshe nëse ne nuk do të kishim propozuar, unë po besoj që qysh atëherë kishim hy në zgjedhje, kishim shku në zgjedhje, po një shpërnda automatikisht kuvendi, sepse s'kishe hy fare në këtë... Nëse deri sot një javë nuk kemi emra, pra dhe mundësi për me zgjedh një president të ri, a shkon vendi automatikisht zgjedhje? Po, brenda 25 ditëve, për data e mundshme është ose 31 maj, ose 7 qershori, si pas leximit tim, data e fundit kur duhet me umbajt zgjedhje. Opozita po dëshon që mos keni me gjetë në mënyrë tjetër për me eskivu zgjedhje. Opozita le të vazhdojnë me çto dyshimet, jo po na shkarkon, jo s'pranojnë pozitën e ministrit se na shkarkon prej pozitës, me thonë ata le ta basojnë krejt politikën e vet në dyshime, ndërkohë që me çto dyshimet e kota që ata e kanë, janë të e dëmtu veç qytetarin edhe interesin e vendit. Edhe janë të e dëmtu vetën, se po bi në përqindje. Tash, për me vërtetu që opozita që në gatshëm me e zgjedh presidentin, sepse janë të dashtë me shku me një proces 3 zgjedhor, për 22 marsit, kur u votu qeveria Kurti 2, me 22 mars kemi votu, ata në mbramin e 22 marsit kanë fillu me dalna për studio televizive edhe me thonë, kena me rëzu mujnë tjetër, kemi me rëzu mujnë tjetër, 5 vjetë rend, gjdo mujnë na ka rëzu opozita neve. A më na kemi vazhdu me qëndru 5 vjetë në kryet e qeverisë. Do me thonë, jemi e vetë një qeveri në Kosovë deri më sot që e te kalon madje edhe mandatin e vetë të plot, pikrisht sepse e kitë pa aftë që të opozit, që me ndonë vetë qysh me të dëmtu ty, e jo qysh me të kritiku në bas të argumenteve. Ndërtoj kauzën tënde, kritika, argumentoj e jenë regull. Ama qështo qysh po kritikon opozita, jemi të vedishëm që po e ndimon rritjen e vetë vendosjes, apo? Sepse qytetarët po e shohin, jo, s'po na vjen keq. Shumir që qytetarët janë të vedishëm, edhe e shohin që e kanë përpara një opozit që s'ja ka idejnë fare dhe si intereson heq qka po ndodh me interesin e tyne dhe prandaj po e mbështesin lëvizjen vetë vendosjes, sepse na prej fillimit, pavarësisht qysh është tendenca me u paraqit në për studio televizive ose debate jashtë studiove televizive, nuk kemi vepru në bazë të interesave tona personale, asnjëherë. Kemi vepru veç në bazë të interesit ton të përbashkët si vend e si shoqni. Edhe kjo është evidente. Ju e dini që në një moment madje kryeministri ka qenë i gatshëm me heq dorë edhe prej postit të kryeministrit, edhe ka thonë rregull jemi, veç mos të vazhdojmë tutje
le të largohemi, le ta evitojmë këtë blokad, unë po tërhiqem, le ta merë Glauku Njufca, t'i shtym proceset për para, sepse s'kemi ko me humbë. Me thonë, mjaftu shumë herë kemi dëshmu, po e dëshmojme edhe tash, me zonjën Haxhiu, e cila po tërhiqet prej postit të kryetares së kuvendit dhe po thotë se është problem ku mbeti jonë. Është me rëndësi me dalë prej kësaj blokade, sepse shumë e rëndësishme me i shty përpara çdo projekte cilat tashmë i kemi nisë dhe janë shumë të rëndësishme me u shty përpara. Duke që kanë me pas një ndryshim, pra, ka me qenë një lojtare e re në lojë, pra, Vjosa Osmani që ka qenë partnerja kryesore. Besoj që është e re Vjosa Osmani. E re përballë jush, se dhe një 5 vjetë keni pas në krah. I keni fitu zgjedhjet e 14 shkurtit me të. Edhe i keni fitu dhe zgjedhjet, si shta jota duke jo caktu dhe datën. Kështu që ky është një dallim shumë i madh. Unë mendoj që Vjosa Osmani ka fitu me vetëvendosjen. Jo se vetëvendosja i ka fitu zgjedhjet për shkak të Vjosa Osmani. Pra nuk mendoj që ka pas ndonjë ndikim ajo në fitoren e vetëvendosjes? Unë mendoj që Vjosa Osmani është rrit në vot, për shkak se e ka mbështet një kauzë të mirë, cilën e kemi shty na përpara. Dhe mu vjen shumë mirë që Vjosa Osmani në atë kohë është bashku listës sonë, sepse ka qenë e madhe, e fuqishme, e rëndësishme kauza, cilën na i kemi shty bashkarisht edhe me përfaqësues të tjerë, cilët sot janë përfaqësues të Guxos, edhe vazhdojnë bashkëpunojnë me neve. Po unë nuk mendoj që lëvizja vetëvendosje është rrit, sepse Vjosa Osmani ka qenë pjesë e saj. Është bërë e madhe fitoria, sepse kemi pas në listë Vjosa Osmani, Ndonika Gërvallën e figurat të tjera të mëdha të politikës, por mendoj që nëpërmjet lëvizjes vetëvendosje, Vjosa Osmani është bërë njëra prej politikaneve më të votuara në Kosovë, është bërë kryetare e kuvendit dhe më pastaj është bërë edhe presidente. Pa, se keni frikën? Na vazhdojmë me pas kauzën e njëjtë, kështu që nuk ja kemi frikën diku që ndryshon kauza gjatë rrugës. Çka ka ndryshuar zonja Osmani? Po, shiko, është kjo që unë e thash pak më herët, më thonë, nuk duhet domosdoshmërisht karriera jote politike me u lidh me vetëm një pozicion. Jo domosdoshmërisht ti je mirë vetëm nëse je në krye të vendit. Ose jo domosdoshmërisht unë jam e mirë vetëm nëse unë vazhdoj gjatë gjithë mandateve të mia me qenë kryetare e Komisionit për Politikë të Jashtme. Jo, muj me qenë edhe veçantare e thjesht një komisioni parlamentar, nëse kështu vlerësohet. Ose nëse na e shohim që brenda grupit tonë parlamentar ka njerëz që kanë përgatitje më të mira, duhet me u dhon hapësira dhe na dojmë shty përpara. Jemi në rregull me këtë. Për neve është shumë e rëndësishme me shty përpara kauzën që na përbashkon. Edhe kjo kauzë nuk lidhet mande me pozicione, me pozita. A je president, a je kryeministër, a je kryetar kuvendi. Edhe këtë po e dëshmojmë, pra kryeministrin që heq dorë prej postit të kryeministrit, kryetaren e kuvendit që heq dorë prej postit të kryetares së kuvendit, edhe ne të tjerë që secili prej nesh është i gatshëm me heq dorë prej pozicioneve tona, nëse kjo do ta pengonte shtyrjen përpara këtyre kauzave. Kështu që nëse na prime dojmë vendin tonë, edhe nëse na